إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الله يستنdarshëm, ne jemi me një periudhë, me një situatë ku gjithë bota është duke parë se çka ndodh. Prej mëkateve, prej krimeve, gjakderdhjeve, kamata, amoraliteti, vrasja, gjunahe mbi gjunahe, ersin mbi ersin, padrejtësi mbi padrejtësi. Kështu që nëse merr dhe shikon dhe bisedon me njerëzit të cilët e kanë detin e dinit Allahut subhanahu wa taala, sikurse ju ka humbur vullneti. Sikurse një ditë musliman nuk do të shohen fitore. Sikurse muslimanët janë më të dobët. Sikurse jemi shkel shumë keq dhe kurse i marr mi këmbët. Dhët humbja e vullnetit, humbja e shpresës, humbja e gjërave do të thotë që nuk ka mosan, s'ka mundësi të ndodhje gjëra të mira. Për këtë arsye, sonde, pas një pushimi të gjatë, zgjodha që të flas që ardhmëria i takon këtij dinit, fejes të Allahut subhanahu wa taala. Edhe zguxon as pak televizet në zemrën tënde që një ditë nuk do të ketë gëzim për musliman dhe rahati dhe lumturi. Këto përgëzimet janë prej librit të Allahut subhanahu wa taala që ka premtuar Allahu në Kur'an. Rabbul Alamin i ka thënë që e ardhmja është e muslimanëve. Dhe musliman kanë po të shijuar kënaqësinë dhe lumturinë dhe drejtësinë dhe mirësinë. Pa marë parasysh kurthat që bëhen, pa marë parasysh që të lashët bëhen, pa marë parasysh se çfarë ndodhi që shohim ne në rrjetet sociale, edhe musliman që janë duke hekur, edhe të lashët, kurthat, gjatë natës dhe ditës duke hartuar, duke planifikuar, me gjithë atë fitore dhe jetë e muslimanëve. A dini pse? Se Allah thot në Kur'an, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e thën premtimin që u ka dhënë besimtarëve. Kjo është premtimi i onës të Allahut subhanahu wa taala. Gëzimi i parë, paralajmërimi i parë që Allahu subhanahu wa taala që na ka treguar që këtë din do të ngadhnjeje, këtë din do të fiton dhe këtë din do të imuje gjithë këto fet e kota që pretendojnë ata, dhe që ne jemi duke parë dhe jemi duke dëgjuar dhe që përpiqen ta ndalin fuqinë e islamit që ka marrë. Allah thot në Kur'an, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Thot ata duan që ta shimin dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala bi afwahihim, me gojat e tyre. Keni pa sa emisione bën kundër islamit? Keni pa sa sulmet bëhen? Keni pa sa dalën flasin kundër islamit me gojat e tyre? A kanë arrit qëllimin e tyre? E Allah thot wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Allahu përsos dritën e vetë edhe pse s'ju vjen mirë qafirave. Në pjesën tjetër ajetin tjetër natë, Allah thot walau karihal mushrikun, edhe pse urrejnë mushrikat, të njona kafirat krejthin, kur si bezon Allahut, të njona ato mushrikat që i bojnë ortak Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është një gëzim i madh që Allahu ja u ka dhënë besimtarëve në surën As-Saf,
që fitoria dhe të jetë e besimtarve. Ulurima e qenve a e dëmton qiellin? Të lehurit e qenve a e dëmton qiellin? Sa dëmtojnë? Në të lejnë që ka ditën të qeni, sa dojnë në të lejnë qenë, këtë qenë të dunjojës në të lejnë, s'ka mundësi të dëmtojnë qiellin. Një ditë miza kish ardhë dhe ish ndalë bi një palë, bi një hurmë të madhe. Edhe kërë ka ndalë në hurmë të madhe, dhe edhe i ka thonë hurmës, pasi që ka pushu, ka dosh të fluturon prej asaj, ka thonë, oj hurmë, mbaju se tash jam të shkue. E di mbaj vetën se, o di, ja këthen hurma, thotë, oj mize poshtër, as nuk dvërejta që ule mbi mu, pa as nuk kanë kap dërë që ti fluturon dhe ecën. Tu nuk lën rol. Edhe Islami, edhe feja Allahu subhanahu wa ta'ala është kështu. Ata nuk na dëmtojnë dhe as pak nuk na dopsojnë pse dikush fol për ti dhe për këtë din, për vetëm se ki të bën si qelë dhe të kuptojsh realitetin se ata janë të cilët nuk e duan dinin Allahut subhanahu wa ta'ala, pse se Allahu ka treguar që ata urrejnë këtë dritë. Fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këta jetë, prej këtia jeti kuptohet që mu mledh këtë gojat e tërbotës që si janë musliman dhe ta shimin dritën Allahut, ta pengojnë fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala, as njëherë nuk kanë për të arritur. Walau keriha al-mushrikun. Sa Allah ka thonë, Allah e përsos dritën e vetë, e plotson, vazhdon. A ka ndodhë kjo? Ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk ka fituar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabat? A nuk është zbatu dini Allahut subhanahu wa ta'ala? A nuk ja ka ndriçuar njerëzive rrugën për xhennet? Këtë kanë pa tërë persianët dhe romakët dhe mushrikët në gadishullin arabik që kanë jetuar dhe kanë pa që me të vërtet feja Allahut subhanahu wa ta'ala është një fej e fuqishme dhe nuk ka kush që mund t'i del ballë dhe t'a ndalon këtë dritë. Kjo është e para. E dyta, Allahu subhanahu wa ta'ala në surët Al-Anfal ju drejtohet besimtarve, muslimanve, i përgëzon Allahu subhanahu wa ta'ala me një ajet që ti dhe unë mos dërzohemi as pak, mos mërzitmi as pak, se realitetin në e përshkruan Allah subhanahu wa ta'ala të cilin jemi duke jetuar ne. Allah thot në Kur'an, inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra, thumma yughlabun, walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala thot, a me të vërtet ata të cilat kafaru, kanë bu kufër, kanë muhu Allah subhanahu wa ta'ala, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, parën e tyre, pasurinë e tyre e derdhin që t'i pengojnë njerëzit prej rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Yunfiqun, japën në kohën e tashme, që t'i pengojnë njerëzit prej rrugës të Allahut. Fasayunfiqunaha është në të ardhmen. Jo ato vetëm tash japën pare, pa në të ardhmen pas 100 vjetëve kanë me dhënë pare me penguar dinin Allahut. Thumma takunu alayhim hasra, pasi që dhe japën pasuri, edhe pasi që japën, edhe dhe të japin, thot pas asaj çka do ndodh, do të jetë dëshpërim për ta. Parja harxhuar rezultat s'ka. Ata do thumma yughlabun. E pas saj thot ata do të humbin. Parja shkon, dëshpërimi ju vjen, edhe nënçmimi i kap, humbja, walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, dhe ata të cilët kanë bë kufër në xhehenem do të ringjallën. A nuk është kjo për në këtij vullnetin? A nuk është realiteti ashtu? A nuk është që duke dhënë me të madhe që t'i pengojnë njerëzit prej dinit Allahut miliarda? Sa parja është është në për njerëzi që ata ta pengojnë dinin Allahut? Sa milionat ju ka dhënë grupacioneve sekrete si masant e të tjerë, sa parë ju kanë dhënë klubave, sa parë ju kanë dhënë misionarve, sa parja është derdh që me i pengu njerëzit prej dinit Allahut. A e kanë arrit qëllimin? A e dini sa kisha janë ndërtu në Shqipëri, sa kanë parja është dhënë pasi që u ka hapë Shqipëria
pasi që u liru prej komunizmit. A dini sa parja italianëve dhe grekëve është dhënë që vëllezërit tonë shqiptar në Shqipëri që mi bë krishtar? Mi janë ndru fejnë? A kanë arrit qëllimin? Ju kanë vetë murnat. A di sa parja u dha me grupin e Deçanit, a arritën qëllimin? Dulën shpiona. Do të thonë që ata japin dhe do të japin. Por qafirat kanë ndruar lojën tash. E kanë ndruar lojën e tyre që lufta fizike është e rëndë me muslimant. Ata hulumtojnë, ata studiojnë. Dhe ata i kanë ndru kartat. E kanë ndru mënyrën e lojnas. Jo tash në aspektin fizik. Jo me sul, jo me amor tokën, por ne do ta lojna me lojën e dollarit, euros, frangit, pozitës, famës, villas, kerit mirë, teshave të mira, telefonit, këtë mënyrë. Se musliman nëse i prek në der, nëse musliman i prek në mall, nëse musliman i sulmon fizikisht, te ata thot kthehet një sant, kur ti kapësh fizikisht të musliman, ti rrejsh, ti zakatojsh, thot të ato pastaj aktivizohet një sekret, aktivizohet një vepër, këto e thojnë misionar dhe jahudit dhe këto qertë, thot të musliman aktivizohet një çfarë emri thot të cilët e quajnë ato xhihad. I ngjall ti ato të zban kështu, fizikisht jo. Se janë ngjall të shket farzin. Si të janë ngjall i shket farzin, të nazore kime to me ndajnë ballë. Çka duhet me bo? Muslimanëve duhet me ja dashuru parat. Muslimanëve duhet me ja dashuru gratë e huja. Muslimanëve duhet me ja dashuru muzikën. Muslimanëve duhet me ja dashuru knacit. Muslimanëve duhet në këtë mënyrë ai vetë do joshët edhe do largohet prej dinit Allahut. Pastaj do të shohë ti që je gabim. Edhe këto për këtë arsye i kanë luajtur këto kartat, i kanë ndru kartat vendat, edhe tash janë të korë sukses. Edhe ne çudit na pse po ndodh kjo? Pse s'po vjen kjo? Se që tu janë, kanë ndruar mënyrën dhe formën të cilën ata kanë luajtur më herët. E besimtarët musliman duhet të vetëdijsohen se jo besimtarët vetë e kanë shpreh investimin e tyre, planet e tyre, se si ta ndërtojnë islamin. Njëri prej krishterëve që ka misionar, doktor me magjistraturë, e ka shkruar një libër si të shkatrojmë islamin dhe muslimant. Si të shkatrojmë islamin dhe muslimant. E thot më kanë thirrë me një konferencë misionare që të mba një fjalim ati. Por fjalimi të jetë motiv që të urrejmë musliman dhe islamin. Thot kam filluar të flas në këtë, se kime pozit dhe fam, dhe fillova të sulmoj islamin dhe musliman, dhe pasi që mbarova, ndola dhe vetën time dhe i thash, unë jam të e di që jam të rrejnë. Ki për të regon. Thot pasi që mbarova fjalimin, pasi që i motivova ato, po dalë thom, unë jam të e di që jam të i rrejnë këto. Edhe unë jam të e di që nuk është e vërtet këtë çka e flas. Por thot, pse kështu unë jam? Pastaj kërkova prej organizatorëve që të dalë prej konferencës, u drejtova drejt shtëpisë time dhe fillova të ndalna të meditoj. Hina thellë në mendime. Derisa tër natën thot e kam kaluar në vetmi, në leximorën që e kam në shtëpinë time dhe kam filluar të lexoj Kur'an. Ta lexoj Kur'anin. Thot jam dal gab dhe kam menduar thot të një ajet në surët Al-Hashr, ku thot law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Tha jam dal çket ajet, thot Allahu thot, sikurse ta kishim zbritur këtë Kur'an në një kodër, zbi kodër, dhe ta shifsha atë kodër khashen e për ullët, e të qatë, e dërmume, prej frikës të Allahu subhanahu wa ta'ala, këto shembull thot ne ja u bim njerëzive, ndoshta të ndalën të mendojnë. Dhe prej këtu vendosa që të bëhem musliman. Prej armiki Allahut, musliman thot të bëhem. Lene kash, po në mendimin tem u bashkuan gjithë fëmijët e mi
e sidomos thot Usamja, djali më i madh që ka lënë djalit vet Usame emrin, thot ai është doktor në filozofi, thot ai është shkon që në fakultetin e Sorbonit, thot që i ka dhënë mësim, thot edhe e ka pranuar Islamin dhe i na bën një shtëpi musliman. Kuptuat? Çfarë plani bëhat? Do thot që një musliman egjiptas thot ishim në një konferencë duke biseduar dhe fillon thot të flasë një çifut kundër Islamit dhe padrejtësit demek, Islami që i ka në trashëgimi e kështu me radhë, edhe tha pas asaj pe i tham atij pe i drejtona atij çifutit sa libra ka për trashëgimin Amerika. Se disa material, ka thonë 8 vëllime. Thot 8 vëllime janë që flasën për trashëgimin. Thot, a me të prune diçka, as 10 rreshta nuk janë, që ta spjegon çështjen e trashëgimis, a bosh musliman? Thot dhe ja kam lexuar ajetet që flasën për trashëgimin, që as 10 ajete nuk janë, tha ka ndal me goj hapur basniku e ka ardhe ka pranu Islamin. Ka thë s'ka mundësi këtë njeri ta shkruje. Ta përshkruje me 10 rreshta që shënda trashëgimia në atë mënyrë, në atë drejtësi, s'ka shansë. E do thot ju jeni mundu 10 vëllime t'i bojnë, si nda trashëgimia, Allahu subhanahu wa taala disa ajete e ka përshkruajt se si ndahet trashëgimia. Tregojmë për një person që kon politikan dhe gazetar, i cili e ka shkruajt një libër, është Rasuli i dërguar i shkretinës. I dërguari i shkretinës. Ky thot që Islami është një fe e cila ja përmbush njerëzive gjithë dëshirat të cilët i kanë. Dhe nuk ka fe tjetër që mund t'ja zgjidhje problemet që i kanë përveç kësaj feje. Kjo është Islami. Atë që e ka nevojë njeriu dhe ta gjen në Islam. Thot dhe nuk kam pa shtëpia të ku adhurohet Zoti, që njerëz të adhurojnë Zotin, ashtu si vendet e muslimanve që hinë 5 herë në ditë, thot dhe ishe shumica prej tyre janë të ri e këto fet tjera çka janë vendet e tyre ku adhurohet Zotin, thoj za ata, thot i gjen të zbrastura, gjen mi, gjen pa pastërti, gjen të, thot është e ketë ndryshet e muslimant. E për këtë arsye thot Islami është që ai në të ardhmen ka me ardhë. Kjo dëshmia jo muslimanve, që ato vetë që duke parë se ki din do të ngadhnjeje dhe ardhmëria është e dinit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Gëzimin e tretë që na jep Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an është ju drejtohet pasuesve të tauhidit, ata që njësojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, që e duan Allahun. Allahu thot në Kur'an: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat." Çka ja Rab? Le yastakhlifannahum fil ard. Thot Allahu ju ka premtuar besimtarëve. Wa'ada Allahu alladhina amanu, ju ka premtuar Allahu, ja ka dhënë besën. Premtim pionës të Allahut kujt? Amanu, që kanë besu Allahut prej jush. Çka? Wa amilu salihat, dhe kanë bo vepra të mira. Ngonja, i kanë besu wa amilu salihat. Ja Rab, e kuptuam që në timet besu në punë të mira me bo. E çka? Thot le yastakhlifannahum fil ard, do t'ju vënë juve sundimtar, sundues në tokë. Kjo është premtimi i Allahut. Ashtu si i dham ne ata të cilët ishin para jush. Do thot ne nëse i besojmë Allahut dhe bëhemi musliman të mirë me vepra, atëherë ne do të jemi ata, por ne po i besojmë Allahut por me punë o vllazni si kina hallat. Çish jemi ne me vepra? Nguca një ditë ku kesh tash më shumë xhamat ka Ronaldo edhe ato tjerë, hajde ma kujtojni këto lojtarë të mëdhoj se sa hoxhallar të gjem. Vallahi bilaj, nëse ka futboll, shkojni nuk patën më shumë kafat Ronaldo dhe ato tjerët futbollerat xhamat se sa hoxhallar të nuk krijen japi falas. Do thot pse? Sa Ronaldo më shtren se hoxhat e tij. Ti thu jo stakfirullah mundet. Terisa ti e le xhamien për futboll, terisa e le xhamien për film, terisa xhamien për boks, terisa e le xhamien për një këngë, terisa e le xhamien për një qef, dije se te ti është më i shtrenjtë ai. Çka duhesh thuj ti? Se nëse është ti diçka, pse me thirr dikush që e do shumë pse le çdo punë? Pse e don? A nuk është e vërteta? Patër ti nuk prezanton se se don.
Ty si gjojko, unë do prezentoj, ama si me gjojko, nuk prish punë. Për këtë arsye do thotë ne jemi në këtë gjendje është umeti. Është në hall në dert për shkak se hala se kemi kuptuar ne çka dojmë. Pastaj ju kujtohet fjala e sahabijut Amir ibn Rabi ibn Amir, që ka shku të Rustumit e komandanti persianëve. Çe i ka thonë? Ai ka thonë Rabi ibn Amir që ka marrë juve që bëjmë një qytet moderno, a ka ardhur që i ka thonë do t'ju japna do devet kuqet forta? A ka ardhur i ka thonë që do t'ju vëmë juve ministra dhe shefa të kabineteve? Jo. Por ka thonë këna ardhur me ju nxerr prej terrinës ndrit. Su kanë thonë ato që ne kena me ju bojnë qytete moderna, kena me ju dhonë kerat mirë, kena me ju dhonë pozitat mira, jo, kena ardhë ne t'ju nxerrmi prej errësinës në dritë, prej padrejtësisë në drejtësi. S'ka që ju kanë thonë ju do të keni kartela të hani në për restorante, do të keni kartela me mbushkerin me naftë, do të keni këtë, veç boni musliman të mirë, ja. Për këtë ka të qartë të konë qëllimi tyre, se nëse ju i besojnë Allah dhe boni vepra të mirë, ne du t'ju bëjmë më kam së juve në to. Gëzimi tret është nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i njohur të xhamati, që ka ardhur Khababi një ditë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka shtanku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ja Rasulullah, apelut Allahun na ndihmoje. Apelut Allahun na ndihmoje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shidhru, ju ka skuq ftyra, u ka si ka konë mbështetu, ka drejtu. E ka tregu ngjarjen që përpara si kanë hek musliman çfarë fatkeqësie kanë pas derisa ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen një ditë që njeriu që do të ecë prej Sanaa deri Hadramaut. Sanaa është qyteti i Yemenit. Hadramauti është një qytet në Yemen, prej kësaj dhe kësaj, e dini sa sipërfaqja, largësia 794 kilometra. Sa i ka një në Turqi, në Istanbul. Do thot do të hejet si e njeri prej Sana Hadramaut, nuk i friksohet kërkuj. I sigurt është. Para mendojni. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër që ka në Bukhari dhe në Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që Allah subhanahu wa taala që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musliman do t'i luftojnë çifutët, jahudit, nuk kanë me pas as kontratë, as negociata, as more kanë mi luftue. S'ka as kanë më shkrim me negociata, s'ka marr ndërhyrje. Hiç s'ka me pas ndërhyrje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tiri sa do të flase pema dhe guri, ka me thonë ja muslim, ja Abdullah. S'ka me thonë o palestines? Ja muslim, ja Abdullah. O muslimon, o robi Allahut. E kush do jenë këto nuk e di. O musliman, o Abdullah. Kështu guri ka me folë dhe pema. Hetë se pas me ju fqeni jahudi. Çdo gur dhe pem ka me folë, që ka me tregu që pas ati është qenë jahudi, illa shëgjërët të lgarkat, përveç se pema e cila është garkat. Thot ajo nuk flet. E shumë vende jahudit i kanë mbush me këto pemë. Se e kanë ditë që do të qenë pas kësaj peme. Këto do thot që kjo është një lajm prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na tregon pejgamberi alaihi salatu wassalam, që njeriu do të vjen koha që do të luftohen çifutët prej muslimanëve, prej besimtarëve të drejtë, derisa ka me fol guri edhe druni. A ka lajm më të madh dhe gëzim më i madh se kjo? S'ka. Atë pse do shprohesh vllai jam, motra ime? Prej nesh kërkohet punë. Gëzimi 5 është se Islami ka me fitu limadha. Pse? Se mas pari është din që Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedhur për njerëzimin. Çdo njeri çka lindet në këtë dunjë, në vënë Allah lindet në natyrën e pastër. Pastaj prindrit e bëjnë krishter, jahudi dhe zerpuc. 2 është se rizgjimi të shoqëria është ngjalli i muslimanëve. A dini sa musliman prej karikaturat që bën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Danimarka, a dini sa njerëz kanë pranuar Islamin? A dini sa njerëz prej ndodhive të fundit të Gazës kanë pranuar Islamin? Do thot rizgjim.
Jo duke pa realitetin, jo atë të cilët ja kanë mbjell rrjetet sociale dhe i kanë emërtu musliman si të egër, si terrorist dhe nuk kanë ditë ato, kurse sot janë të pa realitetin se kush është terrorist dhe kush është njeri egër. 3. Është që me të madhen e që e shohim që njerëzit janë duke i ndinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah thot në Kur'an: "Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun." Allah është ngavnyes i të gjithë gjërave, por shumica e njerëzve nuk e din. Atë që don Allahu që ajo ka mendohet. Por nesa jemi ata që mormi pjesë në aktivitetet dhe në punët që ta gëzojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Islami ka me sundu, Islami është duke ardhur. Dhe kjo është premtim prej anës të Allahut që Allah do të ndihmon, është premtimi i Allahut dhe pastaj është e dita ato të cilët e duan Islamin. Allah ka premtue, amon ti dhe una jemi ato që punojnë me fitue. Kjo është premtim, amon ti dhe unë. Allah të takon shembulli më i lartë. Të japi çdo punë dhe thon merri çdo letra, drejtoj, shkruaj. Ti thoj po, si të ke 100 euro. Unë ta kam premtuar 100 euro i kije. Te tër ditën e mba. Edhe nuk i sos. A di marrësh 100 euro në ditët? Në fund ditës? Jo. Po nesër se ban, a di marrësh 100 euro? Jo. Po mbas nesër? Jo. Kur momentin ti kur do e plotësosh ato, atëherë. Që ti i mbarova, i shkruaj ta këtë ka. Pas ke gabime këtu, duhet që ai çka korrigjojnë në lart. Po na bi pas janë shuli, korrigjojnë këtu. Ana çto kur dole tamam, atëherë Allah subhanahu wa taala ta fitoren. Do thotë kjo është premtim prej anës të Allahut subhanahu wa taala. Se ardhmëria është e dinit të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kjo ndodhi, këto sande që i shohim ne, nuk do të thotë që dini Allahut është dobësua dhe mo ka mbaruar çdo sand, asesi o lezër. Kryqëzatat e kanë pas Kutsin. Francesht e kanë pas Shamin dhe Algjerin. Egjiptin e kanë pas Britanest. Do thotë, gjithë këto kanë bo zullumet mëdhoja. E mirë, kush e ka sot? Kush i sundon këto sot? Sundon musliman, po pse? Se Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka premtu besimtarëve në fitore kur ata kthehen a ditë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thamë që nuk e thënë besën. Mirë, a vjen fitore prej qellit? Do lule, pinart? Jo, vëllaz vjen. Pa lëvizdi nuk vjen fitoria. S'ka mundësi. Fitore nëse don me korr fitore, patjetër duhet të lëvizish, punosh, duhen burra, duhen njerëzit pastër, duhen njerëzit besnik, duhen njerëzit të ndershëm, duhen njerëzit të cilët për një me kanë kuptimin e burrave, duhen njerëzit të cilët janë përgatitur fizikisht, duhen njerëzit të cilët janë përgatitur mentalisht, duhen njerëzit që janë përgatitur materialisht, duhen njerëzit që janë përgatitur në çdo aspekt, e pastaj të vjen Allahu subhanahu wa ta'ala fitora. Kjo gjë normale që na tupon neje. Dale ktheu mbrapa në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk ka ndodhur lufta e Ahzabit? A nuk ka ndodhur tona mbrapa e Hunenit? A nuk kon se na herë ka fitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na herë kanë fitu mushrikat? A nuk kon në Bedër, kush ka fitu në Bedër? Kush e di kush ka fitu në Bedër? Ha? Muslimanët apo mushrikat? Musliman. Në Uhud? Ha? Ha? Do thot pastaj do thot humbje fitore, pastaj kanë filluar çlirimet, njëra pas tjetrës, njëra pas tjetrës, tëri sa ka ra perandoria persiane dhe romake. Tëri kur? Tëri o vëllezër të ndershëm që kanë pastaj fatkeqësitë dhe sprovat. Pastaj kanë filluar të dobësohen musliman, e pastaj të marrë fuqi të tjerët, tatarët derisa thot Ibn Kathiri rahimullah, Ibn Athiri dhe Ibn Kathiri e kanë sek që kur kanë hinë tatarët pas asaj, pastaj çat zullum madh që kanë bërë për 40 ditë tatarët, thot për 40 ditë dysa transmetim thon 1 milion, 2 milion musliman kanë vrarë për 40 ditë. Derisa tregon Ibn Kathiri thot që shtëpiat kur kanë hik musliman, na për shtëpia kanë hip nalt në taras, i kanë prej, kanë thënë thot lugat që thojnë ne kur bie shiu që bie shiu, thot vet ujti thot pikoshin dhe rrith të xhaki muslimanëve. Para mendojni do thot brenda 40 ditëve
2 milion njerëzi me preje. Kështu e kanë bëhe tatarët. Derisa thot Ibn Kathir rahimahullah, që ka ndodhur në vitin 717 të hijrëtit, thot një grup 60 kalorës tatarëve, thot i kanë kap 1000 musliman. Një karavan me 1000 musliman. 600 prej tyre janë kanë tregtar, 300 prej tyre janë kanë njerëzi normal që s'kan pas pasurime to, dhe 70 janë kanë prej tyre fëmijë. Thot kanë marrë, kanë preje 600 tregtarë. 60 kalorësa. I kanë preje 300 tjertë. Pastaj kur i kanë lënë 70 fëmijë, kanë thonë hajde tash me këto kush do mirët. Kush do boja hajgare me to. Ka çu njëri ka thonë unë amon sa më paguajni tepër. Ka mori, ka prej keti, ka captu dhe i ka shtim burre. Thot Ibn Kathiri, vetëm një ka shputu prej gjithë këtyre 1000-ve që të na tregoj historinë që ka ndodhur. Subhanallah. Para mendojni çfarë zullumi. Por pastaj si kanë rrjedh punë? Pastaj normal që do thotë kanë ndru gjërat. Ka ardhur fitoria. E mos kanë qarse se futuin Kutusi dhe ja ka ndal fuqinë që e kanë pas tatarët. Thot Ibn Abi Hatim, por na tregon thot Ala ibn Zubairi nga babai i tij, thot që i kanë pa e thot kanë mrije kohën kur persianët i kanë mujt romakët. Persianët i kanë mujt romakët. Thot pastaj i kanë pa periudhën kur romakët i kanë mujt kanë persianët. Thot pastaj i kanë pa e thot që persianët dhe romakët i kanë mujt grupi i tretë. Kush janë këto? Muslimanat. Thot brenda 15 viteve. E Allahu subhanahu wa taala na i herë i çoni zullumqar me mu marr. Që ai dopti çfotoje, se është në ziklet. E thot pastaj këto kur mirën ndërmes veti, Allahu i çon ato tjerë, e ato mirën me to. Subhanallah. E thot ki Ala ibn Zubair nga babai i tij thot, kështu që këto 3 periudha i kam shiju dhe i kam pa me sytë e mi, e thot kulillahumma malikal mulk, tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allahu subhanahu wa taala është sunduesi i tokës dhe qiellit, i jap sundim kujt të doje dhe janë nxjerr kujt të doje. Kështu është Allahu subhanahu wa taala. E besimtarët duan patjetër të ndalen dhe të kujtojnë se nuk duhet ne të harrojmë historinë. Ne duhet patjetër t'ja kujtojmë historinë vetës tonë, fëmijëve, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka dalë, kështu që një herë takon ti fitoria, një herë atë tjetrit. Kështu ka dashur Allahu subhanahu wa taala, tilka al-ayam nudawiluha. Kështu ne i ndrojmë ditët mes njëri tjetrit. Në herë disfada, në herë humbje, në herë fitore. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala. Muslimanët, zakoni Allahu subhanahu wa taala gjatë historisë është se muslimanët pas dobësimit që kanë ndodhur, pastaj kanë ardhur muslimanë Khalifeti Osmanlive dhe kanë fitu. Do thot në vitin 1683 muslimanët do thot që e kanë marrë dhe kanë sunduar dhe e kanë marrë Polandën, e kanë marrë Austrinë, edhe krejt Rusia sotmi që o kanë ketë në khalifetin e muslimanëve dhe Turkmenistani është kanë në khalifetin, komandën e khalifetit të muslimanëve. Para sa viteve? Nëse merë dhe i shikon, pravërsisht i ka 400 vite që i ka kaluë, që i ka ra khalifeti muslimanëve. Këptuat sa territor të madh kanë pas muslimanët? Nuk janë shumë vite, 400. Do thot që ato janë konë që kanë hecë për para. A dini se në vitin 1644 Gregorian o konë sundimi i fundit i muslimanëve që e kanë sundu Kinën? A dini që Kinën e ka sundu muslimanët? Muslimanët e kanë pas Kinën. Musliman mongol që janë konë, ata e kanë, do të fundi sundimit të Kinës që kanë sundu musliman, a konë vitin 1644. A ndoshta ka prebeson që hiç se din që Kinën e kanë sundu muslimant. Pastaj nëse merr dhe shikon në vitin 1526 e kanë qelë Hungarinë Osmanlit. Në vitin 1537 është qelë do pjesë e qytetit të Italisë. Në vitin 1543 është qelë një pjesë e Francës. Dhe mos flasna për Spanjën që me shekuj që e kanë bajt musliman.
Mos flasna për Indin në vitin 1586, që kanë sundu muslimanët. A po se çfarë territori kanë pas muslimanët? Por, normal. Këto janë histori që ne duhet t'i kujtojmë, të vetëdijsojmë se ka mundësi në gjallën prapë sendet. Kanë pas musliman me shekuj 500, 600, 700 vite dhe kanë humbë me vite dhe ka mundësi dhe luajnë sendet, ndrojnë sendet, vendisohen musliman dhe marrën atë pozitë të cilët e kanë pas ma herët. Ashtu Allah subhanahu wa taala si ka thënë Salahuddin Eyyubin, ashtu e çon ndikam tjetër. Për këtë arsye, ne si besimtar duhet të vetëdijsohemi dhe të kthehemi Allahu subhanahu wa taala, se nuk do të thotë njeriu se ti a ke humbur. Nuk të vetë Allah subhanahu wa taala, të vetë Allah subhanahu wa taala çka ke bën ti për këtë din. Ti a ke lëviz. Për çat në pika të shkurta, anse është premtim i onës të Allahut subhanahu wa taala, që Allahu ka premtuar këtë din, por prej nesh kërkon Allah subhanahu wa taala të dham ledhina amanu wa amilu salihat, kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira. Nëse don ti për një dhe unë të ndihmojmë këtë din, atëherë para është që unë dhe ti të largohemi prej çdo sende që kundërshtohet me parimet fetare sa të kesh mundësi. Allahu thot në Kur'an, fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun subhanahu wa taala aq sa të keni mundësi. Anglesët kur e kanë marrë Indin, apo anglesët e kanë pas Indin. Jamaluddin el-Afghani, a dini çka u ka thonë? Indianëve që besojnë lopos, që bëjnë zullum muslimanëve sot. A dini çka ka thonë? Ka thonë ku i keni be ato miliardat, sa kanë bërë, 1 miliard ato, sa kanë bërë, sot vetë shtohen. Si Farhinthi. Do thot, ku i keni ato miliardat e juve? Kështu ju ka thënë Jamaluddin Afghani. Thot, vetëm ato miliardat, milionat e juve të kishin fishklue, i kishin shurdhu ushtarët e Anglisë. Mizat i shikon, veç e zoni mizave me bobju, thot ja kishin shurdhu ushtarët. Bretkocat i shikon miliona, i kishin qitë bregdet atje. Për s'keni lëviz. Edhe ne, a muj me fol kjo halal, kjo haram, kjo frikë Allahut, rruj dënimit Allahut, Allah i do ato që bën vepra. A muj na me fol, po ne këtë se folmi. Për këtë jemi në kënd gjendje. E duhet të flasmi ne, të marrë në mësim prej Jamaluddin el-Afghanit. 2, është që ne, nëse dojmë fitore pa tjetër të përgatitna kuadra. Kuadra të mirë, pa më parasysh ken aspektin ekonomik, ken aspektin biznesit, ken aspektin edukimit, ken aspektin, pa më parasysh çfarë do aspekti, do thot ti do të jesh i përgatitur, të kesh kuadra për çdo sferë. Nëse ne i përgatitmi kuadrat, atëherë bi idhnillahi taala do të shijojmë lumturi dhe kënaqësi. Mjeku bën da vet në ordinancën e vet, biznesmeni bën në zyrën e vet, ekonomisti në ekonominë e vet, mësuesi në shkollë, mësuesja në shkollë. Do të thotë sicili televizje atë që ka mundësi. Thotë unë s'moj, çfarë mundesh vallaj. Sicili ka mundësi të bën da vet në lemin e vet, në pozitën e vet, në profesionin e vet, në atë vend ku të ka vendu Allahu subhanahu wa taala. Bonë mëre, gjykaci në boci Qadi Shureh. Gjykaci në boci Omar bin Abdulazizi. Si që marrë në televizjat, në atë pozitë që e ka vëndu Allahu subhanahu wa taala. 3. Pasurin që e posedojnë musliman, duhet të investojnë si me fitu ma shumë, si me ndihmue vetën e vetë dhe dinin Allah subhanahu wa taala. Jo me fletë të rindrejkë, të rimbaz drejke. S'ka bërë qëtë. Pare për qëllë nuk bin lira, haroje këtë. Haroje. As bitcoinat nuk janë tash, as rigat janë. Çka dojni, të me fletë rinjatësia? Që vlog, shirë nëj punë, ndihmoja vetës tënde, ndihmoja vllavit tanë, s'ka punëtor, po s'ka punëtor se të rinë aksham flenë, të na gjatë natën e jecin rrugëve, ose gjatë natën rrinë në telefon. Çfarë breqeti do, si dhe të ndihmosh dinin Allahut ti? Ti si të ndihmu vetën tënde, pastaj dinin Allahut ta. Për këtë arsye duhet pendohemi dhe të kthehemi te Allahu si duhet dhe të edukojna veten tonë në aspektin fetar. Do të thonë çështjen e tauhidit, besimit te Allahu subhanahu wa taala, dhe nëse e bëjmë këto, Allahu thot në Kur'an, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah subhanahu wa taala veproni se Allahu dhe pejgamberi dhe besimtarët kanë ndaj pa veprat e juaja.
O vëllezër, na si besimtarë e pam se çfarë përgëzimi na ka dhënë Allahu. E pam ata të cilët s'janë kon musliman, e pam se ato tregojnë që ki din armëria është e dinit Allahu subhanahu wa taala. Dhe e pam se sa në çfarë periudha janë munduar njerëzit ta pengojnë islamin dhe s'an kanë arritë që ta pengojnë. Dhe mi pam ajetet, i pam hadithet, e pam dëshminë të njerëzive të drejtë, e pam dëshminë të armiqve të Allahut, i pam realitetin se çdo periudhë, çdo kohë janë munduar që ta pengojnë islamin, por ardhmëria është e dinit Allahut subhanahu wa taala, është e islamit. Ata të cilët kanë frikë për islamit dhe urrejnë islamin, ne të pendohen të kthehen te Allahu subhanahu wa taala, se s'keni shpëtim vetëm me islam. Ata të cilët kanë bindje te Allahu subhanahu wa taala, kujdes, thebat, përqëndroni, ktheni Allahut, lexoni librin e Allahut, se premtimin është që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, pastaj Allah nuk na lip në sasmba. Allahu thot në Kur'an: "Fattaqullaha mastata'tum." Keni frikë Allahun subhanahu wa taala, atë sa keni mundësi, se premtimi i Allahut është duke vazhduar dhe do të vazhdon deri në kiamet, që Allah do t'ju ndihmon muslimanëve, vetëm ku janë çto muslimanë që e meritojnë çket premtim. Ku janë? Allah i pret çto musliman, Allah është duke i prit çto musliman që e pranojnë premtimin e Allahut dhe vazhdojnë, e Allahu ja jep pastaj fitoren. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na përmirëson gjendjen tonë. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të lidhë zemrat tona për këtë. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në Xhennetul Firdaus. Allahu ju nderoft, Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.